Saksisht një muaj e gjysmë pas duelit në Mizajrisma, të cilën e fitoi Rahoveci me rezultat 83-71, kur Go Plus Peja ishte dyta në tabel me 7 fitore 4 humbje, dhe Rahoveci pesti me 5 fitore 6 humbje. Të dyja skuadrat u futën në krizë të madhe dhe ranë poshtë në renditjen tabelore. Për Rahovecin ishte ajo fitoria e fundit, sepse në vazhdim ka psu 6 humbje, rresht edhe zbriti nga pozita e 5 në pozitën e fundit, ndërsa nga ana tjetër Peja e fitoi vetëm një duel, duke psuar 5 humbje rresht dhe nga pozita e dytë zbriti në pozitën e 5. Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do qeni duke na shikuar këtë qaste, në Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në Karagaj edhe ndeshjen Go Plus Peja Rahoveci, një përballje për këndellje edhe rehabilitim nga serit e gjata për plot me humbje, ku me ju sonte në këtë duel jam unë Agon Femiu. Sikur se thash, duelin e fundit midis këtyre dy ekipeve të zhvilluar me 14 dhjetor të vitit kalum në Mizajrisma, e fitoi Rahoveci me rezultat 83-71 në udhëheqjen e Fistik Rrugovës së shkëlqyeshëm, i cili atnat shkëlqeu me double-double për 25 pikëve 11 kërcimeve, ndërsa fundori Kentrell Pullion shtoi 25 pikë e 5 asistime për skuadrën fituese. Një tjetër double-double duhet theksu në duel, kishte realizuar giganti Julian Rush, që luajti me 12 pikë 11 kërcime, duke shtu edhe 3 blokada, kurse ish lojtari PS Isaiah Yumipik e mbylli natën me 17 pikë 6 asistime te Peja. Kapiteni Dardan Birisha ka qenë më efikasi me 22 pikë prej tyre 4 treshe, ndërsa qendrat Edwards dhe Herndon kanë realizuar nga një double-double secili. Edwards 13 pikë 10 kërcime dhe Herndon 11 pikë 10 kërcime. Shkojmë edhe me prezentimin e skuadrave. Te Rahoveci me numër 35 kapiteni Bard Regja, numër 1 Kentrell Pullion, 3 Albin Berisha, lojtari i huazuar nga Peja. Te Rahoveci, numër 7 Fisnik Rrugova, një tjetër ish Pejon, pra Fisniku ka luajtur edhe në Pej. 8 Isaiah Yumipik, ish Pejon, po ashtu 11 Hadis Durguti, 12 Visare Jupi, 15 Julian Rush, 24 Kujti Mujkani, 25 Jalen Johnson, 30 Neron Sylka dhe 99 Adonis Thomas. Trajneri i porsardhur Goran Samargjiev, me ndihmësit e tij Altin Selmancenën dhe Blerim Delibeqen. Sonte skuadra e Pejës me kapitenin Arti Hajdarin, pasi e dim që Dardani po mungon edhe më tutje për shkak të lëndimit. 0 Shëndrit Lapi, 3 Fatlind Shoshaj, numër 4 Musab Mala, me numër 5 Taj Green, numër 7 Caesar Edwards, numër 8 O'Shawn Williams, 21 Drina Demaj, 22 Elon Hasanaj, me numër 23 një tjetër Salabegol TPA, kësa radhe Olti Salabegoli, 31 Logan Road dhe 66 Sokol Nila, trajner Damir Milaqish. E tani të dëgjojmë edhe intonimin e himnit të Republikës Kosovës.
Ja, dhe shtrëngimi i duarve i dy trenerve, Goran Samargjevit, Macedonasit dhe Damir Milacicit, i cili erdhi pas largimit të Gibsonit, u emrua treneri i PES. Sikur se thash, duelin e fundit me 14 dhjetona me Mizajrisma fitoi Raveci me 83-71 në nullheqen e Fisnik Rrugovës të shkëlqyeshëm, ndërsa ndeshjen duelin e parë këtu pranë mes PES e Ravecit të zhvilluar me 2 nëntor të vitit kalum këtu në Karagaq, e fitoi PEA me rezultat 87-79 në nullheqjen e qendrës amerikane Herndon, që edhe në duelin e parë kishte realizu double-double, asu kohë 13 pike 12 kërcime, ndërsa Aloja Tash Green kishte kontribu me 15 pike 8 kërcime. Te Raveci, Puljan ka qenë më efikasi me 23 pikë, ndërsa qendra kanadeze Julian Roche luajti me 17 pike 9 kërcime dhe Fisi me 11 pike 6 kërcime. Pra janë këto dy ndeshjet e para të këtyre dy skuadrave. Sonte PEA me Malën, Greenin, Edwards, Williams dhe Hajdarin do starton. Trajneri Milacic, në anën tjetër trajneri Samargjev me Puljanin, Berishën, Rrugovën, Roshin dhe Tomasin. Adonis Tomas po ashtu i ardhur arishtas tek skuadra e Rahovecit, skuadra inkuadruar si vjet në Super League, e cila pra aktualisht ka një bilans prej 5 fitoreve e 12 humbjeve dhe pozicionot e fundit në tabel. Ja, dhe treshja Shabani, Gjekovic dhe Vitaku do të referoj duelin sonte. Sikur se thash, Rahoveci si vjet transferoj Fisnik Rrugovën nga Prishtina, Visare Jupi nga Keku, ndërsa vazhdoj kontratat me Bardh Regjen, Berishën, Ojkanin e Durgutin. Rahoveci e nisi mirë me trajnerin Bujar Locin, i cili edhe inkuadroi ekipin në Super League, por arishtas i ndan rrugët dhe klubi angazhoi Macedonasin Samargjev, 44 vjeçarin, i cili ka një përvojë të konsiderueshme në Maqedoni. Për 4 vite ka drejtu skuadrën Feni Industri, po ashtu edhe Rabotnishkin, ekipin e njohur Maqedonas. Përveç angazhimeve në klube, ai është edhe selektori kombëtarës së Maqedonisë Veriut U20. Sa e përket lojtarëve të huaj, pra te Rahoveci, ish playmakeri i PES Isaiah Jumipik, pas një aventure edhin në Belgjike, Bulgari, ka luajtur në Kanal, Lituani, Zvicër, Turqi, gjithandej u kthye në Kosovë te Rahoveci. Kentrell Puljan, pra vjen direkt nga kolegji. Për Puljanin është kjo përvoja e parë profesionale. Qendra Julian Roche, 211 cm shëgjigani, ka një përvojë të madhe në Çeki, pastaj në Kanadë, në Gjermani dhe në Zvicër. Alo qendra Jalen Johnson ka qenë pjesë e kolegjeve shumë të forta. Ja, aty po e shohim Dardan Berishën e lënduar, i cili do të mojë së paku edhe 3 javë. Si thash, qendra Jalen Johnson ka qenë pjesë e kolegjeve Tennessee dhe programit të njohur Wake Forest. Së fundi ka luajtur edhe për Westchester Knicks, pra si motrën e New York Knicksave në NBA G League. Pastaj Adonis Thomas, 197 cm, pas kolegjit ka luajtur pak edhe në NBA, në Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Më pas është paraqit në Itali për Avellino, në Banvit në Turqi, pra në Superligën turke, në Gjermani te Medi Beiruti, po ashtu te Gravelin Dunkirk, skuadra për cilën luan Edon Maxhuni, në Kazakistan, Sloveni e tjerë. Pra së fundi vjen nga Mineros de Zacatecas, Meksika. Këta janë të huajt e skuadrës Rahovecit. Në anën tjetër, thash, PEA, e cila pas ati starti fantastik në ciklin e parë, 6 fitore, 1 humbje të vetme nga bashkimi, pas pushimit dritarës së para kualifikimeve të FIBA-s, kur luajti Kosova me Shqipërinë në Shkodër, pësoj një rënje të hatashme. Aktualisht nga pozita e dytë ka zbrit në pozitën e pestë. Pra po them, pas ciklit të parë kishte 6 fitore e vetëm 1 humbje, nërsa tash aktualisht, pra në ndërkohë pas atij cikli ka shënuar vetëm 2 fitore dhe ka psuar 8 humbje. Një rënje e madhe. Kemi pasur edhe të lashën në ndeshjen çerek finale të Kupës
pas atyre hedhjeve të mjeteve piroteknike dhe protestës publikut ndaj kryesisë dhe rezultateve të dobta, ndaj edhe palestra është suspenduar. Faktikisht një pjesë e publikut është e suspenduar. Ja, çdo gjë e gatshme. Thash, për shkak të rezultateve të dobta, trajneri amerikan Greg Gibson dhe PEA i ndan rrugët. Erdhi kroati Milošić, i cili ka udhëhequr skuadrën e njohur kroate Šibenikut, po ashtu edhe me Helenin në Belgjik. Nga të huajt, pra së fundmi kemi qendrën 211 cm, i cili ka luajtur te Bursa në ligën e parë turke, me një përvojë nga Çekia Slovenia, po ashtu në Turqi ka luajtur edhe në Superlig te Akhisari. Logan Raut, 211 cm sonte, për forcim i skuadrës PES. Lojtari me numër 31, çdo gjë është e gatshme për fillimin e duelit. Ndeshja e parë e ditës, ndeshja e cila edhe e nisi Gjiron 18 mes Bashkimit dhe Sigar Prishtinës, përfundoi me fitoren e Bashkimit me rezultat të thellë 84-63. Fisnik Rugova atje me të parën, pas atij kërcimi realizon dhe mysafirët ja bëjnë sefte sonte. Green për Hajdarin, Edwards për Artin, Arti depërton deri në fund, me tabel atje në stilin e tij, barazon në 2-2, Arti Hajdari. Por Merkulli atje, Adonis Thomas, 197 cm, edhe pse kam pritur që të jetë pak më i gjatë dhe më i lehtë, megjithatë buldozheri Adonis Thomas po e kryen punën e vet me 7 pikë, 2 kërcime. Edhe një pengesë atje, kërkon Samarxhiev më shpejt atje nga Pullian që të tërheq kundër sulmin më shpejt. U vendos mbrojtja e PES, po luan sa bukur atje Edwards, është faulli Berishës. Albini kundër ish skuadrës së tij. Williams për Greenin, Musab Mala eshe atje korridorin, e kthen topin te Edwards, i cili lanson, nuk realizon, Green lufton dhe topi te Albin Berisha përfundon. E ka atje, nuk e pa mirë. Është mirë që të përcjellim nga totali. Pullian, por mrekulli, 2-6. Kërcim atje, i vetmuar, dhe vjen me treshe, e time out, kërkon trajneri Damir Milošić, pasaj treshet Adonis Tomasit, një seri fantastike prej 2-9, a e ka shkelur vin apo jo nuk e dim, nuk e pa mirë, jo, megjithatë është treshe. Ishte i vëmendshëm Adonis Thomas, i cili detyron trajnerin Milošić të kërkon time-out. 5 pikë të Tomasit, më shumë se gjysmën e pikëve të Rahovecit. Nga 2 i kanë realizuar Pullian dhe Fisi, ato 2 pikët e para me cilën edhe filloi duelin.Ërsa thash duelin e pari cili e hapi Gjiron e 18, e ka fituar Bashkimi 84-63
ndaj Sigal Prishtinës, për cilën ishte kjo disfata e 10, e në anën tjetër fitoreja 12 e Bashkimit, i cili ka dhe 6 humbje, ndërsa ju thash nesër do të kemi një ndeshje tepër interesante me fillim nga ora 19:30. Të dy ndeshjet në fakt do të jenë interesante, vllazime me Borën, dy skuadrat të cilat po luftojnë për mesin e tabelës, e Trepça me Golden Eagle Yllin, skuadra e cila aktualisht është në seri të fitoreve së bashku me Trepçën, ndër skuadrat aktualisht me formën më të mirë në elitën e basketbollit kosovar. Musab Mala tenton për 3 pik. Musabi përgjigjet në atë treshën e Adonis Tomasit, me treshën nga Bjeshten Emuna për mrekulli për 5-9. Green është pranë Rrugovës, Thomas, dueli dy nonshëve, Tomasi me Arti Hajdarin, i cili për kundër faktit se i ka një 50 kg ma pak se Tomasi, e luftoj, nonshi me 90 nonshin, ja shikoni atje, për mrekulli, unë bështet me trup, e qiti prej balancit e ja voli topin edhe 4 sekonda për këte sulm, Fisi tenton nuk realizon, Sean Williams shpejt, deporton për Taj Greenin, i cili për mrekulli asistimin e shfrytëzon dhe rezultatin në 7-9 e afron. Berisha dhe Mala. Thomas, pret atje hapjen, edhe njëherë nga një distancë madhe. Blokohet Julian Rush, giganti, deporton deri në fund, anën tjetër, blokohet edhe Taj Green nga Fis Rrugova. Kundër sulmi shpejt, Fisnik Rrugova shkon, deporton deri në fund, me tabel realizon, e ngrit përsëri në +4. Edwards mbi Roshin, kur i zgjat duart. Është interesant, Julian Rush i gjat 211 cm, kur i hap duart është 221. E kërkon topin, por nuk po ja japin në brendi, e mbyll, por 2 pik. Tregon Areferi Gjekovic, Amar Gjekovic. Tenton të përgjigjet dhe përgjigjet atje Taj Green. Treshja e dytë e Go Plus Pejës. Pas Malës edhe Taj Green. E përsin më të lartë prej 9-2. E kishte parës Rahoveci. Thomas ndalet me faul nga Sean Williams. Do të inkuadrohet në lojë për herë të parë sonte Shëndrit Llapi. Fisnik Rrugova, edhe pse Shëndrit Llapi e pengoj, ishte të shofim. Me pik, është lënduar, ja jep dorën atje Julian Rush, 29 vjeçari, kanadezi, është i cili ka një CV, biografi të pasur në fal, dy gjuajtje të lira do të jenë. Është kjo ndeshja e 14 e Julian Rushit për Rahovecin. Ka një efikacitet prej 63% nga vija gjuajtjeve të lira. Personale e Shëndritit realizon herën e parë për 10-14.
Në start kemi dominim absolut në kërcime nga ana e Rahovecit, po ashtu edhe në asistime 9-4 në kërcime, 4-2 në asistime. Vjet me 15, realizon të 2 gjuajtjet e lira Julian Rush. Shpejt lëviz topi anash, lëvizje bukur e Shëndrit Lapit, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Isaiah Jumepik. Apo jo, më falni, ishte Pullian. Ishte Pullian, Cantrell Pullian i cili e fauloj Shëndrit Lapin, personalja e pare Pullianit. Dërsa Shëndriti realizon të 2 gjuajtjet e lira, me të vërtet si vjetë Shëndriti ka përparuar shumë në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Vitin e kaluar ka pasur probleme kur ishte të vllazimi. Mirë po, jo edhe si vjetë. Por mrekulli deporton atje në thellësi dhe realizon Johnsoni. Se është sjellur si alo qendër, definitivisht është alo klasike Jordan Johnson. Në anën tjetër përgjigjet Williams O'Shawn me 3 pikë dhe afron rezultatin në 15-17, 3 treshe të Go Plus PS. Mala Green dhe tani Williams bombarduan se cilin nga një treshe, 9 nga 15 pikët e Go Plus 5 deri tash nga treshe. Faul në sulm i Fisnik Rugovës, ndërsa ishte duke luftu për pozite, pranon Fisi me njëherë. Ja, tani edhe kapiteni Bardh Regja në vend të Berishës, ullët Albini për të pushu, për herë të parë sonte në loj Bardhi, që si vjetë po luan me mesatare prej 8 pikëve, 4 kërcimeve. Edwards dhe Thomas është masiv. Thomas mirë, po Edwards është më i lëvizshëm, më i lartë dhe barazon rezultatin në 17-17. Pra pas asaj e përsis prej Vjetë me 17, ja kemi seri për mrekulli, e përmirëson. Ka faul, nuk e pa mirë këte aksion. Është dashur prej totalit në alta shofim. Largohet Adonis Thomas. Në lojë rikthehet Julian Rush, edhe Tash Green largohet, e për herë të parë sonte në lojë kemi transferin e ri Logan Rout, 211 cm shini, cili vjen nga skuadra e Bursës nga Turqia. Një përboj e gjatë në Çeki, në Sloveni, po ashtu në Turqi te Akhisari. Realizon dhe kjo është e përsia e parë sonte për Niko Qirët, 19-17 kur ka mbetur më pak se 3 minuta loj. Tenton Johnson me treshe, sa bukur atje e mbylli Rout. E fitoj kërcimin, Shëndrit Lapi, nuk gjuan për 3 pik, nuk ngutet, dëshiron të jetë i sigurt. Mala deporton deri në fund për mrekulli, Musa Mala mbi gigantin Julian Rush për e përsin më të lartë, 21-17. Tani kemi një seri prej 10-2 të 5, faul është kë nga Rout. Nga -5, në fakt ishte rezultati 12-17 adhurues të basketbollit. Kemi një seri
prej 9-0 të skuadrës Piane, e cila minusin prej 5 ktheu në plus prej 4 pikëve. Fatin Shoshaj do të inkuadrohet për herë të parë sonte në vend të O'Shawn Williamsit. Një shfaqje e mirë në start nga O'Shawn Williams, 3 pikë e 2 asistime të tij, me nga 5 pikë Mala dhe Green janë lider, ndërsa padyshim lojë të mirë po bën edhe Edwards. Në anën tjetër Jalen Johnson realizon për 21-18 një nga 2 gjuajtjet e lira, afron rezultatin në 3, ndërsa ka mbetur edhe saktësisht 2 minuta lojë. Pullian dhe Mala, njëri për ball tjetrit, shkon në blok. Shihet kualiteti i Logan Routit me vërtet lëvizje hatashme. E ka kualitetin, duhet pranuar. Peja pas ka bu punë të mirë me qendrën Logan Rout. A ishte kosh faul apo jo, u ankuan këtu. Çka ndodhi aty do të ishte mirë të përsëritet, po mduket që ishte një herë e thanë se ishte faul. Kosh faul edhe nuk e dhanë gjuajtjen e lirë. A hapat, okej. Pas kanë referu hapat, do të thotë edhe pikët nuk janë pranu. Pas kanë qenë gabim në hapa, se nuk e kishim të qartë, nuk u sinjalizuar ashtu si duhet, edhe na nuk e pam si duhet në kamerat tona. Do të thotë pikët nuk pranon, nuk ka as faul as pik, por ishin hapat nga Logan Rout. Tash e kemi çdo gjë të qartë. Edwards dhe Johnson atje luftojnë. Edwards për mrekulli atje, edhe pse pati kontakt, realizon për 23-18, e përsia më e lartë e Peës, e përsia më e lartë e Ravecit ishte plus 7, 9-2 në start. Areja edhe nxerr topin jashtë, tenton atje Johnson, e faul është ky i Bardh Regis. Po, nuk ka nevojë që të befasohet Bardhi, edhe nuk reagon, e din që e ka shkaktu faulin ndaj Artit, e ka tërhequr. Do të kemi zëvendësim mend të Jalen Johnsonit, rikthehet në lojë Adonis Thomas. Arti është i saktë në tentimin e tij të parë, 73% të efikasitetit ka si vetë nga vija gjuajtjeve të lira Arti Hajdari. Realizon të dyjat për 25-18, tani kjo është e përsia më e lartë prej 7 pikëve. Pressing, lojtarëve atje ndihmon Rout dhe kthehet brapa Pullian. Shoshi shkakton personale. Po. Ishte personale, nuk ka nevojë që të protestojnë fare. Lëvizje e mire Pullianit, e tërhoqi para mrapa, e përdori dorën Fatlindi, e pranon me njëherë. Si vjet me kthimin e tij në basketbollin kosovar, Fatin Shoshaj dukshëm më i mirë. Deri në fund tenton. Mbrojtje e mirë Routit dhe Edwardsit, kundër sulmi shpejt atje Arti Hajdari, gabim në hapa. Po e shini edhe ju,
kapiteni ka të drejtë të kërkon shpjegimin. Vendim për gabim në hapa. E me njëherë ke teknike për Arti Hajdarin. I sakt është Thomas. Sonte i arzakonshëm. Atje trajneri Milačić ne vrikoset me Arti Hajdarin për shkak të kësaj teknike. I thot lene hiç mos reago. Sekonda e funit tenton. Edhe treshën nuk e realizon Adonis Tomasi, lojtari më i mirë i Rahovecit pas 10 minutave të para. Shkoj me marketing edhe kthehemi përsëri në Karagaq. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, çfarë dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të këneshit pjesë. Me të bli pa interes, me të unë po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, që shto do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Një qerek i parë interesant, startoj në mënyrë të mrekullueshme Rahoveci me seri prej 9-2, pati 7 pike përsi, më pas Peja gradualisht me treshe dhe mbrojtjet të mirë e riktheu dominimin në kërcime, fillimisht e barazoi rezultatin në 17-17, më pas edhe kaloi në përsi maksimale prej 25-18, faktikisht pas e përsis prej 17-12 Rahovecit e patëm një seri prej 13-1 të Go+5 e cila nga -7 maksimumi shkojnë në maksimum prej 7 pikve. Qereku i parë mbyll me 25-19. Shoshaj, Raut në brendi atje. Shoshaj për Rautin, i cili pengohet nga Johnson. Shëndrit Lapi luan i fundit me top edhe njëherë, të shofim. Kjo është ajo situata kur luftuan Julian Rush dhe Shëndrit Lapi. Rush i cili e pengoj parës Rautin të dytë. Pra e kanë të njajtën 7 lartësi, të dytë nga 211 cm. Bete e gjigantve sonte këtu në Karagaq. 31-shi 15-shi i cili e fiton duelin në kërcim. I Rahovec, sa bukur Poljan atje pengohet trajneri Goran Samargjiev kërkon rishikimin e kësaj situate. E pat vendimin e referve, topi është për Go+P-en, e pat edhe reprizën.
25-19. Raut me Horoga tje e huqi luftën, por Rosh duelin e fiton, dueli dy gjigantëve. Edhe njëherë i takoj Roshit të Rahovecit. Tentimi Visare Jupit, i cili dikur qëllonte këto bomba nga distanca, sonte jo herën e parë. Pullian deporton derë në Brendi, ndalet me faul nga Shoshaj. Control Pullian ka një efikasitet për 67% nga vijagjuajtjeve të lira. Mala do të kthehet të Peja në vend të Fatlindit. Musabi për 8 minuta loj, 8 minuta gjysmë loj. Kishte 5 pikë të realizuara.Ërsa lojtari më i dobishëm tek Go Plus Peja me 6 pikë, 3 kërcime dhe 3 topa të vjedhur është Caesar Edwards. Pa dyshim në anën tjetër e dim kush është. Adonis Tomasi me 8 pikë të realizuara, ndërsa për krahu e ka edhe Roshin, Julian Rosh, giganti, i cili edhe pse qëlloj vetëm 2 pikë, i ka 7 kërcime deri tash, po dominon absolutisht Julian Rosh, më shumë se gjysmën e kërcimeve të Rahovecit i ka realizu Julian Rosh. 25-20. Gjuajtja e dytë e lirë nuk numërohet për shkak të visë shkelur. Williams i kryon vetës hapsin atje. Faul. Pikët pranohen. Pikët pranohen, dërsa Logan Rout ka shkaktuar personale. E largohet në vend të tij, kthehet Edwards. Definitivisht Logan Rout një lojtar shumë kualitativ. 27-20. Fauli i tij, e ulet për të pushuar, është personalja e dytë e Routit. Thomas e pason gabimisht, me gjitha, sa bukur, çfarë asistimi, i vjen topi Julian Roshit dhe pa çfarë asistimi prapa shpinës te Pulliani, për mrekulli, super inteligent kjo asistimi Roshit. Tentim për 3 pikë, i pa suksesshëm, mbetet 27-22. Ejupi, Roshin, i cili bën blok dhe Bardregja tenton për treshen, nuk arrin. I fundit Musab Malja e prek atje betej e Musabit me Pullianin. Luan i fundit me top Musabit, do të jetë sulm për Rahovecin. Rosh, sa radhe tani lufton me Edwardsin. Pullian blokohet nga Edwards për mrekulli, kundër sulmi shpejt. Bukur, dhe time out kërkon Samargjiev, i cili ne vrikoset shumë. 29-22. Përsëri e përsia maksimale e Go Plus 5 prej plus 7. Ja, ky ishte ai deportimi i Johnsonit, i mrekullueshëm. Tresha e O'Shawn Williamsit, aktualisht pra saj përket statistikave, dukshëm është përmirësuar në kërcime Go Plus Peja, 12-15 janë në kërcime, në asistime tani 4-3. Ajo që po e karakterizon tani lojën e Go Plus Pejas janë topat e vjedhur, 4 topat të vjedhur, 3 prej tyre i ka Caesar Edwards, i mrekullueshëm, dhe
nga topat të vjedhur. Kemi 4 pikë të realizuara. E ka përmirësuar dukshëm Go+Peja realizimin nga brendia. Tani është barazuar sa i përket 2 pikshave me Rahovecin, nga 7 2 piksha të dyja skuadrat. Në gjuajtje të lira janë të pagabueshëm pejanët 6-6, 7-5 është Rahoveci dhe ajo që po e bën dallimin, padyshim pra janë ato 2 treshet më tepër të realizuara, 3 piksha i ka realizu Peja, 1 treshe deri tash nga 10 tentime Rahoveci, plus 7 për... Sa bukur edhe një herë gabim në hapa Fisnik Rugova, më katë. Çfarë pasi me të vërtet i hatashëm Julian Rush, edhe pse qendër 211 cm me këto topat asistimet e tij si plum. Po i lë goj hapur kundërshtarës. Shëndrit Llapi tenton me 3 pikë, nuk realizon. Edwards më i larti në kërcim. Shëndrit Llapi e huq. Ja çon poshtë këtë pasim të bukur Williamsit. Nuk ka pikë të pranuara, edhe pse u prek koshi atje. Referët heshtë në anën tjetër. Musab Mala bombardon me treshën e tij të dytë dhe të katërtën të Pejës për 32-22 përsia e parë 2 shifrore. Do të është mirë mas ne ta përsërisim këtë rast kur u prek tabela. Referët nuk heshtën, nuk e pash mirë. Do ta shohim. Fis Rugova lufton. Eshe Albin Berishën në kënd atje. Albini e njeh mirë këte palestër dhe në treshën e Musabit përgjigjet me treshën anën tjetër. Tash Green dalet në mënyrë të palejuar nga Fisnik Rugova. 32-25. Musabi bombardoi në anën tjetër, edhe Albin Berisha u revanshua. Ja, kjo është ajo situata e dyshim në cilën reaguan Rahovecianët. Tash Green nuk realizon herën e parë. 60% të efikasitetit ka si vjetë nga vija gjuajtjeve të lira Greeni. Është paraqitur në 14 ndeshje, është kjo ndeshje atje 15 nga 18 të zhvilluara. Ishte i lënduar në 3 prej tyre. Albini i shmangët presingut për mrekulli, Pullian për Rugovën. Thomas është i fuqishëm atje, nuk lejon Greeni që t'ja vjedh topin Pullian. Eshe Albinin edhe njëherë tenton, nuk realizon, lufton Fisi me shëndritin, nuk arrin që ta kapa top. Tregon Fisi, thot atje më kanë tërhek për fanele. Ja vazhdon 33 me 25. Me 8 pikë të realizuara, Musabi është koshashënuesi më i mirë të Go+Peja, me të vërtet një shfaqje performancë shkëlqyeshme si vjet nga Musab Mala. Lojtari me numër 7 është foul në sulm nga Caesar Edwards. Edhe njëherë e shty atje Pullianin, njëherë pastaj edhe e zgjati atje Kërdhokullën dhe shkaktoi personale. Me ekranet e juaj Julian Rush, me super asistimet e tij, me të vërtet 2 pikë, 8 kërcime, dhe ai asistimi fantastik të cilin e bëri Fisnik Rugova, depërton për Roshin, lufton Albin Berisha për Kentrell Pulliani nga këndi, bombardon, nuk realizon. Rosh drejt dhe në duart të Williamsit. Albin Berisha e ndjek deri në fund. Mirë po Sean Williams nuk pengohet, nuk dekoncentrohet, realizon për të rikthyer përsinë maksimale prej +10. Është fauli Musabit. Sean Williams largohet në parket, kthehet Arti Hajdari, vendos
kroati Damir Millaqishi që tash të luan me 3 vendor. Musabin Artin dhe Shëndritin. Roshi vjen në ndim. Kërkon atje nga Roshi blok Albin Berisha. Bukur e she Tomasin. Tenton, nuk realizon, lufta vazhdon. Në fund Shëndrit Lapi e kap topin. Musabi dal nga dal po e organizon sulmin. Lojtari me numër 4, edhe 4 minuta e 4 sekonda. Ketë në shenjë të numrit 4. Time out ka kërkuar Darko Millaqish. Dërsa ka mbetur thash edhe 4 minuta e 4 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Është ky dueli i dytë i xhirës 18 thash. Paraprakisht në Seza i Suroj, Bashkimi e kam poshtur me rezultat të thellë Sigal Prishtinën 84 me 63. Është kjo disfata e 10 e Sigal Prishtinës në 18 xhira. E pat për një çast atje Dardan Berishën, kapitenin e lënduar të PES, i cili e ka lënduar muskulin e pasëm të kofshës, apo qysh po kanë qef sot me thonë hamstringun. Do të mungoj si pas gjitha gjasëve 3 javë. Ja po i shihni 7-8 nga vija gjuajtjeve të lira, 7 të qëllura nga 8 tentime. Go plus peja, të vetë më në huqe e pati Tash Grini para prakisht. Deri të ato gjuajtjet e Grinit, peja në të ishin Gjargjash në anën tjetër të Rahoveci. 5 të shënuara nga 7 tentime, 2 treshe i ka Rahoveci, 4 treshe i ka Go plus peja. Musabi e shrydzon blokun Shëndrit Lapi për Tash Grin. Sa bukur i shmanget atje bloku të Gjulian Roshit, e kjo e bërë shumë neroz Samargjicin, për arsye se e lejuan deportimin. Në anën tjetër vjen përgjegja nga kush tjetër veç se Thomas për 37 me 28, e përsia më lartë ishte për 10 sekonda, plus 12, mirë po, e uli atje për tenton të përgjigjet, Arti Hajdari nuk arin, dhe Tash Grin ndalet në mënyrë të paliuar nga Fistin Krugova për te. Është kjo personalja e 3, duhet të ketë kujdes. Veterani tashmë 37 vjeçari Fistin Krugova. Alo Qendra, i cili së në më të madhe të karierës e kaloi të Sigal Prishtina. Ka luajtur në shumë skuadra kosovare, ndërto edhe te Peja. 39 me 28. Plus 11 pullion për Adonis Thomasin. Dalet në mënyrë të paliuar nga Musabi. Është kjo personalja e dytë e Musabit. Musabi mala dhe Green me nga 8 pik. 9 i ka O'Shawn Williams, i cili po kthehet në parket. Me 9 pik dhe 4 asistime, një top të vjedhur. O'Shawn Williams është lojtari më i dobishëm i Go Plus PS aktualisht. Thash nga 8 i kanë shtuar Mala dhe Green. Realizon për 39 me 29 pullion. Pika ti e 6.
10 pike përsi aktualisht. Williams tenton, nuk realizon kërcim bukur, atje ish mangët Puljan për mrekulli, çfarë blokade e touch greenit Visar Ejupit, emriu atje touch greeni. Nga sulmi shkoj deri në mbrojtje dhe blokoj. Kërkon atje që pretendon se edhe Visar Ejupi ka luajtur me topi fundit pas kësaj blokade touch greeni, mirë, por nuk kërkoj rishikimin e situatës. Kroati Damir Milačići. Samargjev jo shumë i kënaqur me lojën e lojtarëve të tij aktualisht. Tet 4 në kundër sulme, saj përket dominimit në brendi të trapezit. Në fillim padyshim dominoi skuadra mysafire Ravecin ato 5 minutat e para 9-2. Mirë po, shumë shpejt pas asaj seris prej 13-1 nga minuti 6 deri në fund të qerekut të parë, kur edhe kalojnë përsi prej 7 pikë 25-18 Go Plus Peja. Uarit balansi në dominim të shënimit të pikëve në brendi e në vazhdim. E patëm do të thonë në këto qaste 18-12 saj përket pikëve të realizuara në trapez në brendi të kësaj zonës së lyer të kuqe. Po ashtu dominimi edhe në treshe, një treshe tani më tepër realizuar. Gjitha këto për 10 pikë plus Thomas, i fuqishëm Thomas atje mirë, por shëndrit lapi për mrekulli. O'Shawn Williams, ish mangët presingut, menshëm, mirë është duke organizu sulmin sonte O'Shawn Williams. Në munges të Dardan Berishës dhe Jordan Johnsonit, të dy të lënduar edhe vim pikët nga Caesar Edwards për 41-29. Tani Caesar Edwards 8 pik malja 10 green dhe Williams 9. Po duhet me lujt edhe rolin e playmakerit Adonis Tomasi. Nuk po ka aksionet të organizuara mirë. Një 11 pik të ti. Do të kthehet Fatim Shoshej në parket. Thomas pati një gjuajtje të lirë dhe realizohet e pak më herët. Edhe herën e dytë është i sakt për 4 tënime 30 e përsia më e lartë në 2 raste e Go Plus 5 ishte plus 12. Herën e dytë i kthehet topi, e kthen te Visari. Puljan, pick and roll i mirë, por Puljani, so mirë, vendos që të asiston për Julian Roshin. 41-32. Williams dhe Berisha. Presingi Berishës, shëndrit lapi, lëvizje bukur mashtruese. Dhe kosh faul. Proteston atje Samargjev, Goran Samargjev. E patë dhe ju vetë. Shëndrit lapi, pik të ti për 43-32, kosh faul. Realizon edhe gjuajtjen e lirë për 44-32.
1 minutë 20 sekonda deri në fund të pjesë para. Albini tenton, nuk realizon. Visari e kap këtë top. Thomas edhe njëherë tenton, nuk realizon. Puljani ndalet në mënyrë të palejuar nga Shëndrit Lapi. Do të jenë 2 gjuajtje të lira, ka plotësu Go plus Peja bonusin moti. Tentimi i 6 Adonis Tomasit, i ka 2 treshe. Do të rishikojnë referët situatën. Foul jo sportiv i Shëndrit Lapit, pasi kanë rishikuar me vëmendje këtë situatë. 44 me 32 1 minutë 10 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Go plus Peja 12 pik plus. Pullion është ndalë në mënyrë të palejuar jo sportive nga Shëndriti. 44 me 33. Është kjo pika e 7 e Puljanit, edhe pika e 8. E zbut disavantazhin në 10. Në 4 raste, Go plus Peja kishte 12 pike përsi, e ka dhe topin tani Rahoveci 0-29 dhe mundësin që të zbuz disavantazhin në një shifror. Puljan depërton deri në fund për mrekulli dhe realizon për 44 me 36. E sjell në 8 pik, kërkon Samargjeva atje pressing dhe mbrojtje nga lojtarët e tij që t'i ngrisin duart. Puljan dhe Albini, fauli Albinit. Do të jetë rivënje e topit nga anash. Është kjo personalja e 4, fauli 4 i Rahovecit, cili ka plotësu bonusin. E vjedh këtë top për mrekulli, Kentrell Puljan atje, e pat edhe ju ktheu si panter. Jep atje vrejtje si duket për Kentrell Puljanin, për simulim, për flop. I thot edhe njëherë nëse tenton do të ndëshkosh me teknike me këtë rast. Referi Gjekovic, Johnson, do të rivaj topin. Puljan, Shëndrit Lapi te Thomas, shpejt lëviz topi atje Johnson. E jupi nga distanca, tenton airball dhe i fundit me top luan Puljan. Do të jetë sulmi për Go plus Pejen.
shëndriti, largohet Musabi, inkuadrot në loj. Treneri Miločić kërkon nga Musabi që të tërhiqet edhe si duket të tentoj për 3 pikë. Jo, topi shkon të Fatin Shoshaj. E mbetën me top në dorë, si do qoftë, pjesa e parë mbyllet me rezultat 44-36. Thash, vetëm në start pranë ato 5 minutat e para. Dominoi Rahovecin 9-2, patëm një seri prej 13-1 të Go plus 5, e cila e kthen minusin prej 7 në plus 7. Më pas në qerekun e dytë, duke i falenderuar kërcimeve, dominimit në kërcime e përmirësoi, pastaj edhe tresheve arriti që në 3 raste të realizon e përsin më të lartë prej 12 pikëve, sa i përket lojtare më efikas të Go plus P-a. Pra, me 10 pikë Tash Green është më i miri, 9 pikë i ka O'Shawn Williams, i cili ka dhe 4 asistime. Nga 8 pikë i kanë Caesar Edwards dhe Musab Mala. Edwardsi duhet thënë se përveç 8 pikëve i ka dhe 4 kërcime dhe 3 topa të vjedhur. Në anën tjetër të Rahoveci u dalluan tandemi Adonis Thomas, buldozheri Rahovecian me 12 pikë, i hatashëm 2 treshe, dhe Kentrell Pullion, i cili përveç 10 pikëve realizoi edhe 3 asistime. Ishte kjo e tëra saj për këtë pjesë së parë nga Karagaçi. Shkojmë me një pauzë 10 minutë para se të kthehemi përsëri në paljestrën Karagaq dhe pjesën e dytë të këtij dueli.